Danimarka I la këtë 1 janar stafetën e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian Qipros, detyrë që do ta mbajë për 6 muaj. Presidenti I Qipros, Nikos Christodoulides, theksoi se vendi merr presidencën në një periudhë sfidash gjeopolitike, ndërsa në blok përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian uruan vendin për kryesimin e BE-s. Antonio Costa, presidenti I Këshillit Evropian, shkroi se pret me padurim të punojë me Qipron për një Europë të qëndrueshme dhe më të fortë, ndërsa presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, uroi për një bashkim evropian autonom, por të hapur për botën. Ndërsa në urimin e tij presidenti I vendit ton, Bayram Begaj, shkruajti se është besim plot se presidenca Shqipriote do të jetë e fokusuar në procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Jemi të bindur se presidenca Qipriote do të jetë e fokusuar në procesin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe shpresojmë që Shqipëria të nisë mbylljen e kapitujve të parë të negociatave për anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Edhe Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Melissa Spiropali dërgoi një mesazh urimi homologut të saj Qipriot, Konstantinos Kombos, ku theksoi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë të bëjë pjesën e saj dhe të investojë në të ardhmen e përbashkët europiane. Në një takim në shtator të vitit të shkuar që 2 homologët patën së bashku, kryediplomatit shqipriot vuri në dukje se politika e zgjerimit dhe integrimi europian I vendeve të Ballkanit Perëndimor do të përbëjë një prioritet të presidencës shqipriote, duke mbështetur fuqimisht për shpejtimin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është era e dytë që Shqipëria kryeson Këshillin e BE-s pas asaj të gjysmës së dytë të vitit 2012.